Duke qenë se të shtunën janë zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike, siç tashmë dihet vetëm në krye zoti Berishën, nga ana juridike a është normale që një parti politike të zhvillojë zgjedhje me vetëm një kandidat dhe a cënon kjo parimin e garës? Atëherë, po është e vërtetë që Partia Demokratike ka zgjedhje këtë të shtunë, do të vot besohet kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, i cili rikandidon dhe zgjedhjet janë të shtunën, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 18. Ky është dhe njoftimi zyrtar që është përndar degëve të Partisë Demokratike, votimi bëhet të gjitha degët e Partisë Demokratike. Tashmë, për sa i përket thelbit të pyetjes tuaj, Partia Demokratike nuk organizon gara fars, që do të thotë garë apo zgjedhje sa për sy e faqe dhe për të treguar që ja ku kemi dhe kandidat alternativ. Sepse në momentin kur nuk paraqiten kandidatura të cilat plotësojnë kushtet dhe kriteret e parashikuar në statutin e Partisë Demokratike, Partia Demokratike ka vendosur që të jetë zoti Berisha kandidat dhe të mos bëjë siç ka bërë Partia Socialiste në të shkuarën, që gjithmonë gjente një kandidat shumë të panjohur, le të themi, ose jo shumë të njohur, të cilin e merrte përballë zotit Rama ose përballë zotit Nano në të shkuarën, etj, për të bërë një garë fars, kur dihej se kush do të fitonte paraprakisht, por vije një kandidat tjetër, nuk dua të përmend emra apo epitete, ka pas gjithmonë nga një kandidat Partia Socialiste atëherë kur bënte zgjedhje, por ka me shumë vite që nuk bën dhe nuk zhvillon zgjedhje fare brenda Partisë Socialiste dhe forumeve të saj. Ndërkohë Partia Demokratike është një parti e hapur, secili që plotëson kriteret dhe kushtet për të kandiduar për kryetar, ishte i lirë të kandidonte. Asnjë nga personalitetet e Partisë Demokratike që i plotësonte kushtet dhe kriteret, nuk vendosi që të kandidonte. Se nëse do vendosë të kandidonte, do patjetër që do ishte në garë, do të kishte 2 apo 3 apo dhe më shumë kandidat. Por Partia Demokratike nuk mund pranojë që të vinë njerëz, po themi, pa backgroundin e nevojshëm, antarë të thjesht, apo dhe jo antarë të Partisë Demokratike, personazhe që mund ta kenë humbur statusin e antarit, të cilët kërkojnë që të drejtojnë forcën më të madhe të opozitës. Kriteret kryesore për të garuar ishin që e para të jesh antar i Partisë Demokratike, e dyta të respektosh vlerat dhe vlerat themelore të Partisë Demokratike që janë preambullën e saj të statutit, të respektosh kodin e etikës Partisë Demokratike, që do të thotë nuk mund kandidosh për jo vetëm për kryetar, por asnjë lloj posti drejtues apo jo, nëse nuk plotësohen kushtet e statutit, të cilat janë të respektosh dhe kodin e etikës në radhë të parë, e para të jesh antar i Partisë Demokratike, e dyta të respektosh kodin e etikës, që do të thotë dhe rregulloren e brendshme të Partisë Demokratike, që do të thotë nuk ke të drejtë kandidosh për kryetar të Partisë Demokratike, nëse ti del në çdo lloj media dhe anatemon, shtan, ofendon drejtuesit më të lartë të Partisë Demokratike. Sulmon, mund ta marrim si doni, qoftë politikisht, qoftë personalisht, janë atakuar lideri i Partisë Demokratike, po dhe drejtuesit më të lartë të Partisë Demokratike nga persona apo personazhe që pastaj pretendojnë të kandidojnë për të drejtuar këtë parti. Kodi etik i Partisë Demokratike nuk e lejon këtë gjë. Sepse de facto me ato veprime që ke kryer, së fundmi i ke shërbyer partisë në pushtet. Pra ke dëmtuar interesat e Partisë Demokratike. Pra, ka disa kritere dhe ka disa arsye pse disa persona dhe personazhe mund të jenë vetë përjashtuar apo përjashtuar nga gara. Një pjesë që ndoshta nuk e kanë kuptuar pse janë përjashtuar apo nuk janë lejuar të garojnë, janë drejtuar gjykatës, ju e keni parë. Janë drejtuar atë gjykatës së Tiranës, të paktën 2 apo 3 episode raste që kemi marrë dieni qoftë edhe dje nga mediat, të cilat kanë raportuar se gjykata e Tiranës ja ka hedhur poshtë pretendimin apo kërkesën, ja ka kthyer mbrapsht kërkesën, nuk ka rëndësi aspekti teknik juridik, ka rëndësi ka që nuk kanë gjetur të drejtë në gjykatat e vendit për pretendimet e tyre. Kështu që Partia Demokratike është një parti e hapur. Është vetëm një parti serioze në Shqipëri që organizon zgjedhje në mënyrë periodike, ndryshe nga partia që është në pushtet, e cila s'ka nevojë të bëjë zgjedhje fare dhe kjo duket krejt normale. Edhe pse në nivel kombëtar ka pasur përgjegjësinë për të organizuar zgjedhje për gjithë shqiptarët,
të lira e të ndershme dhe kjo nuk ka ndodhur, që jo zgjedhjet në nivelin e makro para gjithë Shqipërisë, qoftë zgjedhjet e vitit kaluar 2025, qoftë zgjedhjet e vitit 2023 kanë qenë të njollosura me palishmëri të rënda, që nuk i thot Partia Demokratike këto, i ka thënë dhe OSBE Odiri. Në 2023 pati përsëritje zgjedhjes në një bashki në Rogozhin, e cila u fitua nga Partia Socialiste, ja u kujtoi vetëm me kutinë e burgut. Sepse ishte manipuluar lista e zgjedhjeve aty. Ishte shkelur kriteret ligjore. Si që të fitoi dhe ajo bashki. Dhe kolegji zgjedhor pati guximin 2023 që ta kthente për përsëritje, anulloi zgjedhjet. E kuptoni? Edhe dje patëm po një çështje tjetër në kolegjin zgjedhor, po për të njëjtën problematik për çështjet e të burgosurve. Ku KQZ-ja tentonte që një vit para zgjedhjeve vendore të vitit 2027 të fusi rregulla që jo detyrimisht janë në përputhje plot me kushtetutën. Pra, Partia Demokratike përpiqet që të organizojë garë normale, por tek e fundi kur nuk ka kandidatura të denja, edhe që plotësojnë mbi të gjitha kushtet dhe kriteret formale për të garuar, nuk mundet që të marrin pjesë njerëz që nuk i plotësojnë këto kritere. Ju duhet ta dini jo vetëm për kryetar të Partisë Demokratike, por edhe për kandidat për bashki, nga bashkia më e vogël tek bashkia më e madhe, Bashkia e Tiranës, Partia Demokratike ka kritere që kandidatët potencial, të cilët duan të afrohen dhe mendojnë se mund të kandidojnë për kryetar bashkie, duhet të plotësojnë kriteret caktuara, të jenë personalitete me reputacion lokal apo kombëtar, të kenë disa vite antarësi në Partinë Demokratike, të mos kenë problematika me ligjin etj. Pra janë disa kritere të përcaktuara në rregulloren e primare në Partinë Demokratike për të shmangur që në garë për kandidatin e bashkisë X të mos futen thjesht antar që mund të jenë antarësuar edhe përpara 2 muaj, apo njerëz të rëndom që mund vinë edhe me gjithë respektin, por disa filtra duhet të ekzistojnë. E njëjta gjë edhe për kandidatët për deputet. Primaret, pavarësisht debateve, duhet apo nuk duhet, kishin një merit, u vendosën disa filtra. Që disa kritere që duhet i plotësonin kandidatët potencial për të qenë kandidat. Pikërisht që mos të ketë njerëz të cilët të vinë pa përmbushur disa kushte dhe kritere. Atëherë, a rrezikon pragu 4% të krijojë monopol politik të partive të mëdha dhe të dëmtojë pluralizmin dhe nga ana kushtetuese? A është i drejtë për partitë politike? Atëherë, ky debati i pragut ka disa ditë apo pak kohë që ka filluar të elaborohet. Mbetet për të parë se si do të zhvillohet dhe cila do të jetë ecuria e saj, sepse kjo është një tezë që e kanë hedhur partitë opozitare padyshim, por që të miratohet duhet dhe konsensus nga shumica qeverise dhe në një farë mënyre është akoma në trajtën e ideve. Por, se si do të elaborohet më konkretisht, a do të arrihet një dakordsi me të gjitha forcat politike për këtë pjesë apo jo, kjo i mbetet për t'u lënë kohës në gjykimin dhe vlerësimin tim. Po ashtu, padyshim që jemi herët për të matur rrisjet eventuale që mund të ketë për partitë të ndryshme apo formacione politike të ndryshme. Në teori, po flasim në teori, nëse do të implementohet një prag i tillë 4%, do të zbatohet në nivel kombëtar apo në nivel rajonal, sepse mund të ketë prag edhe në nivel rajonal, siç jemi sot, pra me 12 qarqet. Ajo do ta penalizonte gjykojë më tepër një parti të vogël, apo relativisht një parti të re, le të themi. Ndërkohë, po të ishte në nivel kombëtar, kjo mund të ishte diçka më e cila mund të tejkalohej më lehtë nga disa parti të reja. Se nuk dua ta përdor termin parti të vogla, sepse tek e fundit nuk është se ka një kufizim se çfarë është një parti e madhe apo një parti e vogël. Po themi një parti që garon, një subjekt zgjedhor që garon në zgjedhje dhe do të pse jo të fitojë zgjedhjet apo të konkurojë, do të konkurojë. Kështu që në këtë prizëm unë mendoj që më e rëndësishme është që të përcaktohet pse jo edhe koalicionet zgjedhore. Është një drejtë e cila është mohuar padrejtësisht dhe kryesisht ka dëmtuar opozitën. Po bën gati 8 vjet që kjo e drejtë mohohet.
dhe mohohet në kushtetut, është shënuar në kushtetut që nuk lejohet koalicionit parazgjedhore. Dhe kjo është problemi. Është problem sepse penalizon kryesisht opozitën për rrethanat e Shqipërisë. Dhe mendoj se është më e dëmshme, disa herë më e dëmshme, se sa ekzistenca një pragu të caktuar, sepse ndoshta pragu 4% mund të ketë dhe debate më vonë, mund të ulet, mund të ngrihet, por fakti që pengohen koalicionet. Kjo dëmton opozitën tërësi, sepse vota fragmentarizohet, opozita ka shumë parti aktualisht, apo të paktën janë një numër i caktuar partish të cilat e etiketojnë veten si parti opozitare, sepse aty duhet të identifikohesh me qëndrimet politike, nëse je në mbështetje të majorancës apo të opozitës. Kështu që unë mendoj që po të jenë koalicionet zgjedhore dhe po të lejohen sërish, si kundër ka qenë përpara disa vitesh koalicionet zgjedhore, ekzistenca e këtij pragu pastaj nuk do të ishte ndonjë problem i madh as për ato partitë ashtu i quajtura partitë vogla, por as për partitë e reja, sepse mjaftonte të bënë një koalicion dhe koalicioni patjetër që pragun 4% nuk do të kishte problem për ta tejkaluar. A mund të konsiderohet manipulim elektoral transferimi të burgosurve në përbashki kur gara është e ngushtë? Kujtojnë këtu çështjen e votës së të burgosurve. Transferimi të burgosurve për efekte zgjedhore jam mjaft në dijeni dhe në brendësi të kësaj tematike dhe kësaj problematike për shkak se kanë qenë përfaqësues i koalicionit Bashkëfitojmë, pra koalicionit opozitar në vitin 2023 dhe çështjen e quam në ankim në KAS, pra në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve brenda KQZ-s, ku nuk morëm të drejtë në KAS, por u ankua më pas dhe në Kolegj Zgjedhor, dhe Kolegji Zgjedhor mori për herë të parë pas shumë vitesh vendim për të përsëritur zgjedhjet. Dhe u përsëritën zgjedhjet pikërisht në Bashkinë Rrogozhin për shkak të palishmërisë së listave të votuesve në IEVP, që njihen ndryshe burqet dhe paraburgimet. Tani, që ta kuptojnë dhe qytetarët që na ndjekin, aktualisht janë mbi 3.000 të burgosur, të cilët kanë drejt vote. Ka më shumë të burgosur, po nuk kanë drejt vote, i është hequr kjo drejt me vendim gjykate, mund të jenë shtetësuar etj. Po flasim që mbi 3.000 votues kanë drejt vote në Shqipëri. Dhe nëse këta votues merren dhe transferohen si teket drejtorit të burgjeve, pa paragjykuar, apo kryetarëve të bashkive, apo gjendës civile, apo cili do institucioni tjetër, nuk ka rëndësi. Kjo penalizon potencialisht opozitën, e cila nuk ka asnjë akses në këto institucione, po themi, dhe nuk mund të kontrollojë gjithë procesin se si kryhet. Dhe në shpesh herë ky proces ne kemi ngritur pretendime që është bërë në shkelje të ligjit, në tejkalim të ligjit, sepse e drejta e një të burgosuri që të votoj për zgjedhjet bashkiake, pra të me votën e tij të ndikoj se kush do fitoj bashkinë e një qyteti, është e kufizuar. Ka të drejtë, thot Kolegji Zgjedhor, thot kushtetuta, të votoj vetëm ata persona të cilët kanë banimin e tyre, vend banimin e tyre, pikërisht në atë burg ku vuajnë dënimin. Pra, nëse një qytetar nga Fieri e vuan dënimin në burgun e Fierit, ai ka të drejtë të votoj për kryetarin e Bashkisë së Fierit. Por nëse një qytetar i cili është nga Tropoja dhe e kanë transferuar 2 javë përpara, apo dhe 5 muaj, apo dhe 1 vit përpara në burgun e Fierit, normalisht ai person nuk ka të drejtë të votoj për kryetarin e Bashkisë së Fierit, sepse ai mund të mbaroj dënimin 3 ditë mbas zgjedhjeve dhe të ikë aty. Ndërkohë kryetari i Bashkisë, që mund të zgjidhet fal votës së burgosurve, do vazhdoj, do qeverisi për 4 vite, do vendosi taksat edhe do t'i vuajnë pasojat ata banorë që rrinë aty. Prandaj zgjedhjet vendore kanë lidhje të ngushtë me elektoratin aty prezent lokal. Ajo pra që u bë në Rrogozhin nuk duhet përsëritet më. Dhe dje, shumë interesante, ne kishim një ankim prapë si Parti Demokratike, quam një ankim në Kolegjin Zgjedhor, ndaj një vendimi që mori Komisioni Rregullator pranë KQZ-s, i cili përcaktoi disa rregulla në datën 14 prill, përpara një muaji, pikërisht për të normuar
këtë problematikën e të burgosurve dhe drejtët votës tyre. Kolegji zgjedhor na dha të drejtë sepse gjeti po themi problematika jo vetëm me ligjin, por edhe me kushtetutën. Dhe vendosi pikë e parë të pezulloi aktin e KQZ-s, i cili nuk ka më efekte ligjore, është i pezulluar, është i ngrirë, nuk vepron më. Dhe çështjen e ligjit për gjendjen civile që Partia Socialiste kishte miratuar në vitin 2024, para 2 vitesh, në qershor 2024. Pikërisht për të rregulluar çështjen e vendbanimit të burgosurve, gjykata kushtetuese tha që kjo është antikushtetuese, më falni, kolegji zgjedhor tha që kjo pjesë dyshojmë që është antikushtetuese dhe vendosi t'ja përcjelli gjykatës kushtetuese për të shfuqizuar nenin 18 të ligjit për gjendjen civile, i cili në vlerësim të pretendimeve tona njëherë si Parti Demokratike dhe ankues në proces, por edhe vlerësim të kolegjit zgjedhor, i përbërë nga 5 gjyqtarë, ata mendojnë që ka rrezik për shkelje të kushtetutës, sepse një ligj i thjesht, i cili miratohet me 71 vota në parlament, siç është gjendja civile, nuk mundet të normojë, pra nuk mundet të vendosë rregulla për zgjedhjet, kur kuadri ligjor shqiptar parashikon që për zgjedhjet dhe për çdo çështje që ka lidhje me zgjedhjet vendos kodi zgjedhor. Kodi zgjedhor nuk është një ligj do si do. Është një ligj që votohet në 3/5 e parlamentit. Pra kërkon një shumicë të cilësuar. Në hierarkinë e normave është një nga ligjet më të rëndësishme i cili vjen poshtë kushtetutës. Pra një ligj i thjeshtë si gjendja civile nuk mund të dalë në kundërshtim me kushtetutën apo me kodin zgjedhor apo edhe me kodin civil i cili përcakton vendbanimin. Pra është pak teknike si çështje, por unë desha ta elaboroj meqense edhe kishim kohën dhe mundësinë këtu për ta shpjeguar një herë mirë dhe për të thënë që Partia Demokratike i ndjek këto çështje me vëmendje, të gjitha tematikat ligjore që kanë të bëjnë me zgjedhjet, edhe pse sot ne nuk jemi në periudhë zgjedhore, këto akte që merren sot, patjetër që do të kenë impakt edhe mbas disa muajsh, nëse do të kemi zgjedhjet parakoshme, apo edhe kur të vinë zgjedhjet normale për bashkitë, që janë parashikuara normalisht në pranverën e 2027-s. Atëherë, dje në Senatin Amerikan është prezantuar i nominuari Trump për ambasador në vendin tonë. A mendoni se do të ndikojnë në heqjen e non-gradës së kreut të PD-s? Atëherë, është e vërtet që dje u bë prezantimi në Senat dhe në institucionet amerikane i kandidatit për ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës punë në Shqipëri. Është një proces rutinë, një proces i zakonshëm, normal që ndodh në një vend demokratik, siç janë SBA-t, edhe u transmetua edhe nga mediat në Shqipëri, ku dhe qytetarët shqiptar patën mundësi që të ndjekin seancën e pyetjeve, përgjigjeve, prezantimit që ambasadori i ardhshëm, nëse do të miratohet nga autoritetet amerikane, do të vijë dhe do të ketë profilin e tij në Shqipëri. Unë uroj që të ketë një ndryshim kursi të politikës amerikane në Shqipëri dhe ashtu si kundër e tha dhe kandidati për ambasador në Shqipëri, apo e ka thënë dhe më herët presidenti Trump, fokusi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë është lufta ndaj pastrimit të parave, lufta ndaj narkotrafikut, lufta ndaj krimit të organizuar dhe veçanërisht narkotrafikut, sepse ajo është një gangren që penalizon në radhë parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe interesat e tyre, por edhe të miqve tyre, siç është edhe Shqipëria, sepse të gjithë po e shikojnë në Shqipëri se çfarë po ndodh nga dhe për shkak të betonizimit të vendit, kryeqytetit, Bregdetit, paketa e maleve etj. S'po lën cep të Shqipërisë pa ndërtuar, pa kriter, duke shkatruar mjedisin etj. Por problematika më e madhe vjen dhe nga pastrimi i parave, pikërisht nga burime të palishme, ku burim kryesor është narkotrafiku, që do thotë trafiku i lëndëve narkotike, i drogave të forta, që vijnë një pjesë e mirë e tyre nga Amerika Latine, dhe një pjesë e tyre shkojnë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si, po themi, si lëndë narkotike, dhe presidenti Trump e ka politikë të tij që i ka shpallur luftë, i ka cilësuar madje organizata terroriste dhe i ka luftuar edhe me armë. Ushtria amerikane, forcat amerikane kanë fundosur pafund
mjete detare, qoftë nëndece të cajuara apo varka caktuara anije që transportonin lëndë narkotike, pikërisht sepse i ka shpallur luftë narkotrafikut dhe jo vetëm që do ta luftojë këto fenomen dhe ne jemi të bindur si Partia Demokratike që ky fenomen do të luftohet jo vetëm në Amerikë, por edhe në Shqipëri. Kështu që ky ishte pak a shumë dhe fokusi i kandidatit për ambasador dhe ne patjetër që e përgëzojmë një qasje të tillë, ne jemi që në Shqipëri të ketë shtet ligjor, të luftohet pastrimi i parave të narkotrafikut, sepse pasojat i vijnë qytetarët tanë me rritjen e çmimeve dhe kostove të jetesës, ku Shqipëria është bërë më e shtrenjtë se Greqia, Italia, po ka dhe madje produkte në Shqipëri që janë më shtrenjtë se Zvicra, Italia, Gjermania, Franca e me radhë, po marr shembullin e karburanteve. Që shqiptarët, po të shikoni edhe dhënat e fundit, mund të jenë te 4-5 shtetet që kanë karburantin më të shtrenjtë në Europë. Sa i takon çështjes së non gratës për mos ta shmangur si pyetje, patjetër që unë uroj dhe shpresoj që çdo lloj pengese për të thuar të kryetarit Partisë Demokratike zotit Berisha të hiqet një orë më parë dhe besoj se nuk ka vend që ajo të qëndroj ende edhe gjatë si pengesë, por do t'ja lëm kohës ta shikojmë se kur do t'jetë momenti i dur që ky vendim të merret nga institucionet ligjzbatuese amerikane. Kështu që jemi besim plot se është diçka që i përket të ardhmes së afërt. Të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve.